Na ka iniciativë për patentim? Po momentalisht nuk ka, se dhas nuk dojmë me bëu acan se menojmë që është një njohuri e cila dohet me u shpërnda, se problemi i mbetjeve plastike është një problem shumë i madh. Është shkurt pamësi ti me marrë iniciativa të tilla kur ti mundesh me kontribu në zgjidhjen e problemeve globale. E jo veç lokalisht me monopolizu në një informacion i cili nështë ta mundet me kontribu në një të ardhme shumë më të mirë për gjeneratat e gjeneratat që vinë. Plastika është një material sintetik edhe toka nuk i ka informatat edhe enzimat për me tretë këtë material. Përveç kësaj është që plastika do të thotë ajo veç me kohë fillon nëpërmjet ekspozimit në rrezet të diellit, në erra të ndryshme, fërkem në natyrë për shkak që errat edhe ujrat edhe në përplasin atë poshtë. Kështu që ajo gjithmonë është atë, veç e ka ndryshuar formën. Që vjen prej një shishës, shishja u zhduk, po çajo materia nuk është që ka evolu o tret ose u kthy në një diçka tre, po o me çajo materia veç u kthy në miell.